pra më rritëm përsëri anë nga Unisa. Në anë dy peshkatarë që betej, njëri si do që një është agronom, por profesionalisht është peshkatar, ishte me kamerë, e duke të meshur, sepse në shoqëroj gjatë gjithë rrugës dhe ishte nga dishmëri se mos pësonim në një u gjvesh arqileja. Përsa Panajoti, ti po ankoron parkët po. Kështu e litë me këtëve kaq. Faleminderit shumë Panajot. Edhe juve, Na kënaqni me këtë udhëtim. kanalit Apollonës, i faleminderit shumë për këtë njojtje që bën, edhe të Hapësirave të lagunës, edhe të njerëzve që nuk e kanë shkelur të njëjtën dhe ata me bukuritë e natyrës që ka kjo lagunë. Faleminderit Panajot. Po të pam aty në mes vreshit. Vinë ato laraskët edhe anë rrushin e pjekur. A rrushin e pjekur? Po arrin do të ti mbrosh me ato... Po dhe ndi do marrë teken, do rrinë hi aty. Kur vinë ato, ba me teket, i trëm. Po pasaj ha laraskët? Po sajnë ato, se ato vinë njëra... Nuk ha. Po. Po qëfar punë tjetër bën? Pensionist. Pensionist. Ja kam këtë vështi mjerë me këtë. Ja shpine kam të në lagje. Shtëpi këtu afër. Mbra pasaj dy kachës. Na do në lagjen e çobanëve quhet. Lagje çobanëve. Si ke emrin? Pandi. Pandi qa pandi? Balli. Pandi Balliu. I afër detit, i afër mbret. Po. Jenë në një vend të bukur. Po. Qa mendon për këtë vend? Ç'do të bëhet? Do prisi turist? Jeni përgatitur për të prit turist? Turista presin neve, po të presin që të vinë edhe të përgatitemi neve, të na vinë turistat të na... Së mund përgatiteni me shtëpi, me... Përgatitemi. Po si orë, përgatitemi. Po, keni filluar? Ka filluar edhe, po presin edhe, po përcjellin. Edhe në të kënaqur nga plazhi Shumë të kënaqur janë. i Vërnecit, Po nuk janë të kënaqur nga vetë nga qeveria. Pse? Pse se janë na futur një keqbës e thotë të shtokain. Ke qenë tokë e fshatit. Keni probleme për tokën? Shumë problem. Rruga me sa duhet ka përfunduar, mendon të bën. Mirë. Çfarë investime është bërë? Komunia punoi për këtë rrugë. Deshte qik më drejtësi, më drejtë, më ashtu, po shumë mirë është bërë. Po, është asfaltuar, të paktën vinë, turistët Po, vinë. rruga është bërë, janë zakonisht e mi. Komunia këse herave ka punuar për shtatis për vetë. Shikojnë do të Se sa do punoj sot e tutje, po deri sot ka punuar mirë. Edhe drita na qoj, edhe në lagjen e re, dhe në lagjen e vjetër edhe... Ke fëmijë në emigracion, Kam dy vajza, kam në Greqi janë. Po të ndihmojnë që? Po bereqap. Apo punon vetë? Bereqap. Jo, që ato punoj, unë pensionist jam. Po. Faleminderit. Faleminderit, të mirë edhe
manastir. Ne u futëm këtu, brenda në këtë ishull të bukur të Zvërnecit, manastiri i Zvërnecit, një qetësi shpirtërore gjën njeriu, rreth e qark pra horizont dhe ujë, horizonti i kaltërt i lagunës Nartës, rrethuar me ujë, është një vend vërtet i veçantë. Këtu do takojmë me atë Jani Tereziu. Pra është një nga predikuesit, një banues i këtij ishulli këtu kaq të bukur. Përshëndetje. Mirëserët. Si jeni? Mirëshëndet. Si keni qenë? Pra atë Tereziu. Ne u ndalim këtu në këtë vend kaq të bukur, ku gjen njeriu vërtet qetësi shpirtërore, jo vetëm për nga ana, jo vetëm për faktin që është një vend ku është kisha, janë këto monumente të bukura, të kaq shekullore këtu, por edhe për faktin që këtu jetojnë njerëz. Është rikthyer pra në identitetin e saj. Dhe juve një nga banorët, një nga ata që kryesoni këtë vend këtu, unë jam i nderuar, është respekt për Televizion Apollon që bisedojmë së bashku për një histori të shkurtër të këtyre monumenteve kaq të bukura këtu. Edhe një herë mirëseardhët, është gëzim edhe për neve që interesojeni për të paraqitur vlerat kulturore dhe shpirtërore të popullit tonë shqiptar. Këtu ndodhemi, siç e thatë edhe juve, në manastirin Fjetja e Ylinces Shënmaris, në Zvërnec të Vlorës. Është pronë e kishës ortodokse autokefale të Shqipërisë dhe administrohet po nga kjo kishë. Drejt për së drejti nga organi më i lartë i kësaj kishe, nga Sinodi i Shenjtë. Dhe si koordinator i këtij sinodi, pranë këtij manastiri jam unë për të mbarvajtjen e punëve në këtë manastir. Meqenëse për historikun e këtij manastiri, le të fillojmë atëherë që nga pjesa më e vjetër ose pjesa më kryesore e këtij manastiri që është kisha. Kisha e Fjetës Shënmaris mbas nesh. Shumë e vjetër, e stili bizantin me kupol dhe kryq, dhe nëse do dalim nga mbrapa ta filmojmë nga pjesa e sipërme, do duket qartë. Në pak, mbas i dolën mbas restaurimit para 4 vjetësh që i bëri kisha ortodokse, dhe mendohet që të jetë shekullit stadiet, periudhat që është ndërtuar kjo kishë. Vazhdojmë me ikonostasin, i cili ka një vlerë shumë të madhe kulturore, megjithëse nuk është ikonostasi origjinal i kësaj kishe, por është modifikuar nga diku tjetër, por është dhe ai shumë i vjetër, i shekullit 15 dhe 16. Është brenda në kishë. Po, le të vazhdojmë atëre, mund t'i ndjekim? Le të shohim brenda në kishë. Po, ne shohim këtu një gdhëndje në gur. Po, shohim një gdhëndje në gur, po. Restaurimi i parafundit i kësaj kishe. Po, është në gjuhën greke të vjetër. Kur është bërë? Që unë nuk mund ta përkthej dot. Kur çfarë viti i përket apo se? Nuk e kam ide, nuk di ta përkthej. Restaurimi që ka mbetur i parafundit, restaurimi i fundit është pllaka tjetër që më vën. Po, ta shikojmë restaurimin e fundit. Para 4 vjetësh, nga kisha ortodokse me financimin e kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, profesor doktor Anastas. Me siguri bërë mbas viteve 90, Po, në 2005-ën, 2006-ën. Po. Ndërtim shumë i bukur që ju thatë është i tipit bizantin. Atëre, kupola dhe kryqi është këtu lart nga pjesa e sipërme e çatisë. Deri në 1967, ku në të gjithë vendin u mbyll besimi fetar, kjo ka funksionuar si kishë dhe është mirëmbajtur përsëri nga kisha dhe nga priftërinjt e fshatrave për anë, Nart edhe Zvërnec. Dhe në 67 u mbyll si të gjithë besimi në Shqipëri, edhe kjo kishë u mbyll. U përdor për një farë kohë relativisht të shkutër si vend internimi për të burgosur politik. Pastaj u kthye në monument kulture dhe në vitin 1991 ju kthye kishës përsëri, por në një gjendje si i gjithë objekti, jo vetëm kisha, në një gjendje të mjeruar.
jo vetëm koha dhe lagështia dhe kripa e zonës që është këtu ambienti atmosferik, por dhe dora e njeriu kishte vënë dorën shkatimtare në këtë vend. Megjithatë, menjëherë u morën masat për ruajtjen sadopak të këtyre vlerave kulturore të kësaj kishe, u bë një ndërhyrje provizore, emergjente mund të themi, për ta mbajtur të paktën në një gjendje mos të vazhdonte shkatërrimi deri në vitin 2005, ku u bë restaurimi pothuajse tërësisht i kësaj kishe. Dhe me sa duket është një restaurim i bukur, shumë i bukur, por ka akoma për të bërë sepse erozioni vazhdon faktikisht, kripa dhe lagështia bën punën e vet dhe e thërmon fugaturën e këtyre mureve. Megjithatë jemi në projekt studimi në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës dhe zyra bërthamës restauruese të vlerave kulturore brenda kishës ortodokse që ka një zyrë të veçantë për ruajtjen e vlerave kulturore dhe presim përgjigje për të gjetur solucionin e duhur dhe materialet e duhura për të ndaluar erozionin e mureve, gurëve të ndërtimit, e fugaturave të mureve, për të mbajtur në një gjendje sa më të mirë këtë kishë. Çfarë kanë një gjë të vjetër këtu që i ka shpëtuar asgjësimit? Kanë mbetur disa apo është sjell, po kanë disa gjurë të cilat janë shumë të vjetra. Urdhroni po të shikoni afreskat murale, të cilat dhe atyre u bë një ndërhyrje për të ndaluar erozionin, për të mos vazhduar më tutje shkatërimi tyre. Këto janë freska të trashëguara, ëh? Po, ka qenë gjitha me afreske, por koha ka bërë punën e vet, njeriu bëri punën e vet, komunist gjithmonë, njeriu komunist. Në periudhën komuniste bëri punën e vet duke shkatëruar të gjitha afreskat e tyre. Dhe po të shkoni dhe pjesa e kupolës, ka qenë e gjitha dhe ajo ka një pjesë të vogël që është ruajtur, por është shumë e vogël. Këtu si vizitohet kjo, është në periudhë caktuara po qëndrojnë njerëz si manastir? Jo, zakonisht manastiri funksionon. Këtu gjatë verës, duke filluar nga 15-20 maj deri në 30 gusht, unë jam këtu. Pothuajse për ditë. Por dhe gjatë kohës tjetër, gjatë periudhës tjetër, është përsëri e hapur nga ora 8 i mëngjesit derisa erësohet. Për shembull sot gjatë kohës së verës dhe orës 8 mbasdite. Ka njerëz, ka.
është një lagje e re, e gjithë e re, e ndërtuar kohët e fundit, e përgatitur për turizëm. Si që shikoni pra, janë shtëpi të ndërtuara hiqëm, bukur, për të pritur turist, po ne u ndalim në një nga lokalet tu, që është restorant, bar, natyra. Pra, është një nga restorantet, një nga tavernat e ndërtuar këtu tek lagja e çobanëve, afër Zvërnecit. Le të hyjmë të shikojmë çfarë ka këtu. Si që shikojmë pra, është restorant bar natyra. Nuk e di kush mund të jetë këtu i zoti i këtij lokali, nuk e di. Përshëndetje. Ju jeni kamarieri, po kush i zoti lokali? Unë jam i zoti lokali. Po i zoti lokali dhe kamarier. Si ke emrin? Filip Balliu. Filip Balliu. Po flasin Luç. Pra nga Filip Balliu Luçi. Flasin Luç. Mos është larg kjo. Është në çik nga Përkëdhelja kur isha i vogël, më flisin Filush edhe tani ngeli Luç. Ngeli Luçi, pra një restorant natyror që vëmendjen e këtu në lagjen e çobanëve. Luçi, ne jemi duke zhvilluar një emision udhëtimi jashtë qytetit të televizion Apollon dhe u ndalëm për kënaqësinë tonë pra të shohim edhe këto biznese që janë ngritur këtu afër Zvërnecit, afër qendrave shumë të bukura që mezi presin të shohin njerëzit këto hapësira. Çfarë do të na thoshit juve për këtë biznes tuaj, kur e keni ngritur? Po, ky është një biznes i posa ngritur, ka një 10 vjetë, mirë po nuk ka pasur dhe ka shumë suksese, për arsye se nuk ka pasur infrastrukture. Tani me bërjen e rrugës, këtu në lagjen tonë, ka një frekuentim shumë të mirë nga të gjitha rrethet e Republikës, nga Fierit zakonisht, Tirana, Korça. Kanë edhe disa që kanë bërë dhoma plazhi edhe frekuentohet shumë. Këtu lavdi komunës qendër, zotit Fred Berberi, që na bëri edhe këtë rrugën me asfalt, është bërë rruga Gjergj Manastir, edhe frekuentohet shumë. Si që shikoni, vinë njerëz me grupe, familjar. Pra janë krijuar mundësit që juve të punoni dhe të punojmë edhe të zhvillojmë biznesin tonë. E pse jo ne jemi në udhëtim? Është për të lavdëruar, është një rrugë me të gjitha parametrat evropiane, është me ndriçim natën, po të vini natën këtu nuk ka dallim nga Evropa, është një fshat i pastër. Po pse jo, nëse na japin lekë mund të shohim çfarë ke servirur këtu në këtë tavolinë. Përshëndetje. A janë përfundim? Po nga jeni juve? Na Vlora. Vlonjat të gjithë duken që vlonjat. Vajza vlonjate dhe djem vlonjat. Janë të bukur. Dhe janë simpatik të gjithë, edhe vajza edhe djem. Është kënaqësi pra që u ndalim pak për të parë se çfarë bëhet në Bar Natyra. Ngjalla të Portonovës. Jeni përfundim të tavolinës. Ka ngjerë një ngjalla çfarë? Ngjalla. Po fokusohet një ngjallë që ka mbetur, 1, 2, po. Vajza po e keni qef ngjallën? Shumë. Është e veçantë ngjalla e nartës apo? Tu është e mirë, në vend tjetër. Vend tjetër nuk është, ka që freskët edhe që shishme. Kocë këndon Aurela Gjaçë, ngjallë Portonovës thotë. Po, ngjallë, si thot? Ngjallë Portonovës. Ngjallë Portonovës. Mirë, atëherë faleminderit, ne pam diçka këtu, jemi në një udhëtim jashtë qytetit, në televizion Apollon dhe shiko tani çfarë servire me këtë. Kjo është karkaleci pjekur. Karkaleci pjekur. Shikoj pak me kamerë të lutem, shikoj se do të ngelet në mendje atyre fjerakëve edhe gjithë hapësirave të televizionit Apollon. Ndiqet dhe frekuentohet shumë nga ndiqet janë me vlera të Luçi është ai që e shikojmë edhe kamarier. Luçi, të lutem, mund të uleni këtu, ashtu.
E shikojmë sa kamarier, kuqinier, pronar, nuk e dim fare që pronar, e morë vesh. Por shikojmë që një tavolinë, më duket se është e këndshme, zoti Aleko, tavolina. Një gëzuar. Ja gëzuar, mi se na erdhët. Shikojmë që këtu... Na bëhet qefi që kujtojnë edhe këte nga Zvërleci se ka kohë që është lënë bazdore. Tani ka disa vjetë që kur Fredo Berberi, kryetari i komunës, e ka marrë këtë situatën në dorë, edhe urime për këto që ka bërë, i ka dhënë jetë këtij vendit këtu. E gjithsesi ne shikojmë një tavolinë të këndshme që ka perimen ju, servini perimet i keni në bazë. Perimet janë të baçes, po. Ashtu janë perimet prodhuara bio, pa shumë helme dhe plera. Po, asbet, po. Janë gjëra të egra, të gjitha. Të egra, po ky është karkaleci.